Alsona e vogël, e cila kalonte ditën e vetme e mbyllur në një banesë ngrehin në fshatin kufitar me Maqedoninë në Kloboçisht, sot është gjendur nën kujdesin e punojësve të shërbimit social shtetëror. Pas negociatave me të atin dhe nënën e larguar nga shtëpia, shërbimi social e ka akomoduar fëmijën 19 muajshe në qendrën e përkujdesit social në Tiranë. Në qoftë se është problemi këtu, se dhe marrim vajzën ndeshëm për ca kohë, derisa unë të rrullohem. Unë du të vita shumë. Synohet që koha e qëndrimit të fëmijës në institucion të jetë sa më e shkurtër dhe të garantohet ruajtja e lidhjeve të fëmijës me prindërin, si dhe është kërkuar mbështetja e bashkisë për të ndihmuar prindërit që të sigurojnë kushte më të mira jetese, me qëllim që kthimi i fëmijës pranë familjes biologjike të jetë sa më i shpejt. Shërbimi social shtetëror sqaron se ky vendim erdhi pas vlerësimit të gjendjes së dy prindërve, të cilët nuk kishin mundësitë e duhura për mirëritjen e voglushes. Infermierja e fshatit Violeta Alku, e cila është kujdesur për Alsonën që në lindje, thotë se errësira dhe temperatura e lartë që ka kaluar fëmia i kanë shkaktuar probleme me shikimin. E kam ndjek të fëmijë që në lindje, kanë lind 1,6 kg prematur, pas një muaj e saj patapa nga errësira që jetonte, shikimi sive nuk ishte normal. Vazhdon këtë rritje, këto kushte siç e shihni dhe ju vetë. Nëna ka braktis ka 4 muaj. Blici kameras ndriçon ngrehinën kur rinte çdo ditë vajza e vogël, por mungesa e dritareve dhe mbyllja e derës sjell errësirë totale në dhomë, çka e bën të frikshme qëndrimin aty, por dhe me pasoja për voglushen, e cila prej 6 muajsh ka qenë në këtë situatë. Kjo është gjendja e fëmijës që po rritet, e shikoni edhe vetë, që më rrohet të arsye. Po, shumë e vërtet, se kam gjetur drita shumë kohë. Denoncimi për gjendjen e Alsonës, e cila qëndronte vetme në banesë, pasi ëma e kishte braktisur duke u martuar me një tjetër person në Bulqiz, e ndërsa i ati largohej për të kërkuar punë, u bë një ditë më parë në Njus 24 nga banorët e Kloboçishtës në Maqellar të Dibrës.